Kthehemi sërish në program, jemi në pjesën e dytë të tij, do të fokusojmë vëmendjen tek dosja Epstein ose Epstein. Po mbi të gjitha do të fokusojmë vëmendjen tek shqiptarët e përfshirë në këtë dosje. Prezantoj të ftuarin tjetër që i bashkohet panelit, është Altin Azizaj, avokat, kreu i CRCA në vendin tonë. Mirë se vini, kënaqësi të jemi së bashku në këtë program. Për një çështje delikate, në fakt, bën habi se përse kjo dosje është rikthyer tani sërish në vëmendje, në fakt bëhet fjalë apo jo Altin, ndajmë besoj të njëjtin mendim se ky është një nga skandalet më të errta seksuale të kohëve moderne. Epsteini në fakt nuk jeton më sot, por për të flitet ende. Dhe të dhëm kur gjen aty në përfajle janë 3.000 fajle apo jo që janë publikuar ose që lehtësisht çdo kush mund t'i aksesoj miliona po në Departamentin Amerikan të Drejtësisë dhe aty përflitet se janë të përfshirë edhe shqiptar. Ndani të njëjtin mendim se ky është një nga skandalet më të errta në fakt seksualet kohëve moderne apo jo së pari. Dhe si e shikoni përfshirjen e shqiptarëve të Kosovës gjithashtu në këtë dosje? Në fakt, kur vetë Epsteinit, dosja Epsteinit, është një diskutim i vjetër, në thonjza për thema, sepse fakti që prezidenti Trump insistoi për një kohë gjatë që mos publikohej dosja, pavarësisht se kishte premtuar që do publikonte, do thosha që ashtoj pak misteri. Në fakt, në jo thjesht ironike, po mendoj që sa dosje të tjera të panjohura, jo të Epsteinit, por duke shikuar pak fenomenin e Epsteinit, mendoj që ka vetë Shqipëria. Më thënë, a do t'i nxjerrë ndonjëherë Shqipëria këtë dosje dhe këta njerëz që pavarësisht se Epstein është kthyer në atë, do thosha në Shqipëria një herë, ai ka? Jam i sigurt që i ka, domethënë se për momentin shikoj vetëm disa figura që duket sikur janë thjesht politike, një pjesë janë prezente në Shqipëri, pjesa më e madhe larguar nga Shqipëria. Po nga ana tjetër thua mirë për tek këtyre skandaleve politike, po e them gjithmonë thonjza, sigurisht që politikanët tanë, elita tona, pa diskutim kanë plot skandale seksuale, një pjesë i din, një pjesë i dëgjojmë, një pjesë, një shoqëri të vogël sigurisht kalojnë atë nivelin e thashë themeve. Kështu që vërtet nuk desha aq shumë të merresha me Epsteinin nga New York, le themi në Amerikë, se sa në thonjza me Epsteinin në Shqipëri që ka skandale të tilla, më thënë edhe. Po mund të jenë të ndërlidhura bashkë apo? Nuk do më surprizonte. Më thënë, ky është skandali më i madh i elitave politike në Europë dhe në botë. Po të shikojmë rastin e Epsteinit, çfarë të bën përshtypje, nuk është se ka 1, 2 apo 3 personazhe që thua, okay, kemi të bëjmë me një pedofil të dënuar, kemi të bëjmë me një grabitçar seksual dhe i pret shumë histori pasaj të biksohen aty, por kur shikon me kë ka patur të bëj ky njeri, kë kontrollonte, çfarë kërkonte të kontrollonte, pa diskutim të shtohet ky niveli i kërshërisë, domethënë që ai lidh elitat politike thjesht paraja, pushteti, politika, apo në rasti konkret tregoj që nuk është thjesht paraja dhe pushteti, po është edhe seksi. Unë e kuptoj, dhe viktimat nëse mund të quaj kështu, i preferonte gjithmonë minorene, pra donte të sigurohej që ato ishin nën moshë. Shiko, paktën kështu del nga një stu që mund t'i hedhësh disa prej faleve. Disa prej tyre ne do mundohemi t'i përcjellim këtë mbrëmje. Ka një fakt interesant që kërkon të duhet të sqarohet, se mund të paktën. Ka dalë një emër nga Shqipëria, një vajzë që ka aplikuar për punë. Unë bëra atë që mund bëjnë që të gjithë qytetarët që shkojnë bëjnë një Google aty për gjetur kush është. Nuk, gjitha disa, po nuk e di nëse ishte personi duhur, por që duhet në fakt që nëse zonja ka qenë e punësuar, pra se bëhet fjalë për një aplikim për punësim, po nëse ka qenë e punësuar... Gerta Terziu, sepse po e shojmë në ekran. I ka dërguar edhe 3 foto, ka qenë aplikantja për punë, nuk jetonte, thoshte në email se nuk jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pyeste a ishte problem ky, por jetonte në Paris, e moshës 21-22 vjeç, e shikoni, kërkohen 3 foto prej saj, janë dërguar këto 3 foto. Shko, në fakt Epsteini ka patur histori të
atyre që konsiderohen për asistente personale, që I nuk kanë qenë thjesht asistente personale. Asistente personale. Pra për këtë nuk është se ka mbajtur thjesht ku i thonë agendën. Interesoj 21 apo 22 vjeçarja e Gerta Terziu, po. Që ajo që më bëm përshtypje në fakt, duhet të presim se dosje nga Shqipëria nuk janë, duhet të dish të kërkosh në këto dosje, se janë shumë materiale që janë publikuar. Ja një fragment tjetër që... Jam vetëm kurios për këtë gjë, më thënë këtë. Ka patur një aeroplan që pak në mënyrë figurative quajtur Lolita Express, më thënë që ishte avioni ku abuzoshin vajzat, fëmijët. Në cilin vit? Për gjatë gjithë eksistencës e Epsteinit. Ka qenë avioni ku ndodhin, le themi, të gjitha ngjarjet seksuale, ndër të tjera edhe shtëpive, pa diskutim. Kështu që jam kurios, më thënë, a ka patur politikanë shqiptarë gjatë kësaj kohe që janë sot në pushtet në Shqipëri, ose janë deklarguar nga pushteti, ose kemi dy parti që nga 90-ta në qeverisin në mënyrës e tjetër, pra a ka ndonjë nga politikanë shqiptarë që janë përfshirë në këtë skandalin e krimeve seksuale, gjë që në fakt ka kureshtja, edhe për faktin që politikanët shqiptarë, partitë politike kryesore paktën, qoftë PS-ja, qoftë PD-ja, dihet që kanë paguar dhe vazhdojnë të paguajnë qindra mijëra dollar, mos harrojmë dhe skandalin me në zënës drejtorin e FBI-t, i cili akuzohet dhe është ende në akuzë dosjet, paktën vazhdon për sa i përket le themi marrjes parave në dorë ose në mënyrë të paregull, pra ose të palishme. Kështu që është shumë interesante të eksplorohet pak kjo. Unë nuk e di, po di ajo që thuhet që diku në vitin 2012, zoti Prenë që mund të më ndihmoni për këtë, flitet se Epstein ka vizituar Shqipërinë. Shiko, unë nuk kam të dhëna të sakta, por domethënë pasi u publikuan këta, është googulluar dhe rezulton që është ka vizituar Shqipërinë dhe Malinezi. Në vitin 2012? 2012. Ka vizituar Shqipërinë dhe Malinezi. Dhe pas kësaj, rezultojnë pastaj disa publikime tjera që kishte rekomandime, komunikime me zyrtarë të lartë, sidomos për Malinezi. Shqipërinë ende nuk ka në të dhënë të sakt. Ka pak të dhëna, në fakt? E tha me të drejtë, zoti Aziza. Ka vlerësime për vajzat shqiptare që janë të mrekullueshme. Këto e kanë bërë personalitetet politikës evropiane. Pra, po mirë, dakor, janë pjesë e dosjes së Epstein. Po janë, këto e kanë bërë ata kanë... A lidhet ky vlerësim me... Raporton prodhuesit të kjo që bërë publike, kjo konsiderata për femrat shqiptare, që bërë publike... Edhe më herët. Nga i manjaku që ishte zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian, por nuk njifte atë Kosovën si shteti pavarur. Kështu që... Sa e rrezikshme është kjo dosje dhe si e shikoni ju përfshirjen e Shqipërisë dhe Kosovës në të? Që është e vërteta, tani duhet t'i shohim të lidhura gjërat, sepse aty janë përmendur dhe emrat e dy presidentëve të Kosovës. Ish presidentëve të Kosovës. Në fakt ka një reagim publik nga zonja Atike Jahjaga. Ka. E ta lexoj pak për publikun për të qenë ferme të. Sqarim publik, thot zonja Jahjaga. Raportimet mediatike për lidhjen time me dosjen Epstein janë tërësisht të pavërteta dhe të pabaza. Si presidente e Republikës së Kosovës nuk kam patur asnjëherë njohje, takim apo çfarëdo lloj kontakti me personin në fjalë. Përmendja e emrit tim nga mediat me rastin e dokumenteve të publikuara së fundmi lidhet vetëm me një korrespondencë elektronike të palëve të treta, e cila nuk përbën dhe nuk dëshmon asnjë takim, njohje apo lidhje personale me mua. Emri im askund nuk përmendet në asnjë lloj dokumenti të publikuar. Në këtë email të palëve të treta përmendet presidenti i Kosovës, por nuk është e qartë cili dhe nuk përmendet kërkesa për takim në emër të tij apo saj. Çdo raportim ndryshe është insinuat dhe mashtrim i opinionit, siç mund të vëret lehtë nga dokumentet. Kërkoj që ky sqarim të jepet në media, të cilat e kanë lakuar emrin tim, sidomos me qenë se as nuk e kam njohur, as takuar dhe as nuk kam kërkuar takim me personin në fjalë në asnjë pozitë që kam mbajtur deri më tani. Dhe unë që shumë i saktë ku thash duhet i shohim të lidhura deri në fund për të shkuar tek e vërteta, se fakti të njëjtën përgjigje publike ka kthyer ish presidenti i Malizzi Milo Đukanović sot.
publikisht. Edhe ai të njëjtën përgjigje, mota mos si thot kanë biseduar, thot për emrin tim, thot në kushtet e një pazari që afroheshin pëlqime lidhur me qytetin e Kotorit dhe lidhur me disa vende në Bregdetin e Malizzi. Pra, ndaj dhe të thash përpara, dhe e thash në pushim që këto janë, unë i shikoj si lëvizje të planifikuara të Sorosit, për të krijuar trazira tek politika, jo vetëm në Shqipëri, në gjithë botën. Këto trazira nuk krijojnë kohë, se ja emaili për shembull aty flet për presidentin e Kosovës. Absolutisht po. Ja ku e shohim në ekran. Po ku është, në çfarë Princesha e Tajlandës do të jetë në New York. Është taksuar fjala president, jo emri i presidentit përkatës. Saktësohet pra bashkë me president. Nuk është përcjell emri i zonës që ka qenë presidente, edhe në sjarimin e saj. Tani ne pak a shumë e njohim. Është 16 shtator 2012. Zonja Jajaga Lidhja bëhet për e ka shkak të viteve. origjinën për hir të vërtetës. Kohës. Unë kam edhe një njohje kështu me të, ajo vjen nga se kemi patur kontakte kur ajo ka qenë drejtore e departamentit të policisë kufitare të Kosovës, vjen nga një ushtarak e karriere që unë e kam njohur një njeri me integritet shumë të lartë për hir të vërtetës. Edhe unë bindjet të mia të brendshme i kam që kur nuk mund të bëhet pjesë dhe të bie prej këtyre provokimeve ish presidenti Jajaga, dhe kjo është më se vërtet. Problemi prandaj dhe thash që në fillim që duhet parë lidhja deri ku shkon, se mundet që emrin tim ose emrin e dikujt ta përdorin persona të tretë duke abuzuar. Sepse në shumicat e komunikimeve gjëra të tilla, pastaj kur kanë bërë pjesë e lojës, ata që kanë pranuar të bëhen pjesë e lojës, kanë bërë këto rrugtimet në avionet private, kanë abuzuar me fëmijë, kanë abuzuar me sportiste, me këngëtare, kanë abuzuar me artistët me famë botërore, edhe normal. Kështu që ne mos habitemi ne se mund të shohim edhe emra të tjerë. E tha me të drejtë zoti Aziza që tha që Epsteinin shqiptar, ne kemi këtu të denoncuar publikisht nga artiste dhe këngëtare me famë përtes Shqipërisë, po që janë shqiptare, me famë botërore, të cilat e kanë denoncuar publikisht Epsteinin e kohës së monizmit edhe çfarë u bante sigurimi i shtetit dhe si i torturonte dhe si i detironte. Kemi atë Epsteinin e kohëve të fundit që pritet dalin skandalet, po shansi që prokurorët tanë kanë qenë konciduar me integritet, se mund të bënin pazar me videot që disponohen, po. Pra, kjo është fenomeni. Fenomeni është i vjetër sa gjithë bota, ky fenomeni Epstein. Problemi është që ne e dim shumë mirë një pjesë që unë s'jam i bindur që Epsteini ka vdek. Pse? Se ka vrarë veten. Ka vrarë veten? Jo, he kanë vrarë, them unë. Po mirë, që nuk jeton më. Po nuk jeton, po problemi është që nuk ka vrarë veten. E kanë vrarë. Po normalisht se do fshiheshin këto gjëra. Që nuk u fshehën dot në fakt. Po as ne nuk bindemi, sepse kjo situatë, ky fenomen, ka konsumuar shumë kohë, shumë debate, shumë diskutime në Departamentin e Shtetit për t'i publikuar apo për të mos i publikuar. Ka cënuar ose rrezikuar. Ka cënuar jetën e disa presidentëve të Shtetit Bashkuar Amerikës. Ka shkaktuar, është bërë shkak për dorëheqje të zyrtarëve të lartë amerikan kjo dosje? Absolutisht po. Po shumica janë ish zyrtarë. Rikthehemi pak tek sa presidenta e kanë emrin aty? Macron kishte emrin aty, kishte një ministër britanik që u ndroi. President Princa. Dhe kjo është edhe arsyeja ndoshta e hapjes. Princa, princesha. Ai ka përfshirë gjithë. Është dhe arsye. Dhe përderisa i ka përfshirë të gjithë, frika ishte që ndoshta Shqipëria nuk do t'ishte larg kësaj përfshirje ose së paku nuk do t'ishte imune. Po mundohemi të... Me përqinjen raport me sa jemi. Qëfar jemi ne, periferike duhet jetë edhe nëse ka pasur emra. Edhe po mos të marrin pjesë fare dhe man fyhemi shumë rënd. Ja, për shumë, çfarë shkruhet në një nga fajlet që kemi mundur të sjellim, se janë shumë siç thash, do mundohemi të sjellim disa. Një Dan Dubno i shkruan Epsteinit. Kam kaluar me motor pranë vendit tënd privat dje. Çfarë po ndërton? Fabrikën e armëve bio të doktor Nosgreb Kej. Të kesh fabrikën tënde të betonit do t'ishte shumë e dobishme nëse je pjesë e mafjas shqiptare.
Shumë breslënse, shpresoj të shihemi. Epstein thot, do t'jem aty të hënën. Përmëndet pra Shqipëria. Në fajlet të ndryshme përmëndet Shqipëria. Po të hapim fajlet e trafikut drogës, Shqipëria besoj do kryesoj, se ka më shpesh, ka më dendër, është fusha ku është specifikuar. Po unë besoj se Shqipëria është periferike në raport edhe me personazhet, por edhe me synimet e hapjes së kësaj. Është një lloj Julian Assange tjetër. Para një viti e periferike. Që shpërthen dhe emrat për cilët besoj do shkojë, kjo është histori edhe kriminale, është abuzimi i madh me të mitur, është edhe histori shërbimesh, besoj, edhe histori politike dhe geopolitike. Pra është në funksion të këtij rend botëror të ri që po gatuhet, shumë rrymë, shumë fuqi në planet politike, ekonomike dhe botës financiare, se dhe përqindja ishte ndarë shumë. Kishte forcat politike, fuqit financiare, pastaj vinin artistët, pra kishte një grafik që zbriste, ku politika dhe financat, pra bota e financave, politikat, ishin ngjitur në përqindje për nga emrat e përfshirë deri tanishëm. Natyrisht që në emrat e parë kur pam që Britania dhe Franca, pra që dhe shkotet e Macron dhe ish ministri britanik, apo dhe emrat tjerë me pesh në Shtetet Bashkuara, në Izrael ka shumë edhe grupe, le të themi, politike, fetare, financiare. Duket unë shoh edhe një histori të fortë shërbimesh në këtë mes, nuk është një histori sekrete. Assange që nga 2005 ka pas procedime penale, pastaj në 2008 pati një rëshkitje për shkak se prokurori Floridas asa kohë e trajtoi çik si me dashamirësi veprën e rëndë penale për cilën akuzoi, dhe në 2019 kthehet në një arrest final që është fatalitet për të, sepse edhe historia ndoshta është trashur për tepër masave që më mbante mbi kurriz vetë personazhi. Por ajo që më bëri përshtypje është fakti që përmendet Lajçak në bisedimet e shpeshta me Epstein, ku ky individ, nëse kujtoj dosit pak sa i përket episodeve shqiptare, ka qenë një nga të propozuarit e Sorosit që të ishte i dërguar i posaçëm në Shqipëri në janar të 2011. Pra që një nga emrat ky Carl Bildt ishte atisari, ka emrat që propozonte George Soros në email e dërguar Hillary Clintonit. Pra që është një kablogram i deklasifikuar tashmë. Dhe një personazh që nuk ka qenë asnjëherë dashamirës ndaj Kosovës, ndoshta ishte negociator në bisedimet të Kosovë-Serbi, pra ishte një anshmëri e theksuar. Dhe këtu mund të ketë shumë grupe dhe shumë financues. Kam publikuar pardje ishte edhe një vajzë po slovake, Nadia Marchenova, e cila ajo ishte bërë dhe pilote e Lolita Expressit, më parë e dashura e Epstein, që në 2024 rezulton e humbur. E humbur, natyrisht. Pra, kjo histori, bartë, sepse çfarë ka? Këtu, kjo le them, superdozë, kjo material i pafundëm, prodhon shantazh, prodhon politik, prodhon krime, prodhon jo vetëm Lajçaku, por shumë janë shumë emra. Edhe ky vul humbur që kishte qenë në Shqipëri, që i dukeshin të jashtëzakonshme vajzat shqiptare, dikush ja ka shërbyer këtë mrekulli këtij. Dhe këtu, tha me drejt avokati, unë shoh Epstein në Shqipëri shumë herë më tepër në këtë botë të vogël këtu, në këtë paçavure orgjisht që janë bërë në rrethet politike të bizneseve njëri tjetrin, duke vepruar eskorta në Shqipëri. Këtu ke femra që ushtron prostitucion nga Finlanda, nga Kolumbia, nga Venezuela. Këtu që arrestohen, që kanë njoftim të policisë. Si vin të gjitha? Pse bëhet destinacion i kësaj vepre Shqipëria? Për çfarë arsye? Këtu e ushtren si shërbim, kurse këtu ka një qëllim. Po dhe ky shërbim është pastaj për përdorje, sepse këto eskortat nuk shkojnë. Ja t'ju sjell në vëmendje dëshminë e një prej viktimave, le të themi, të Jeffrey Epstein. Flet për një takim në shtëpinë e Jeffrey Epstein, ku flitet për akte intime dhe se si kanë vijuar episodet me vajzat e ndryshme. Në këtë dëshmi ka një moment ku thuhet: X dhe Y, pra emrat janë mbajtur të fshehur, janë të dyja shqiptare. Ishin shoqe deri në një moment të caktuar. Flitet për masazhe, që i bëhen Epsteinit. Në një moment, Epstein kërkon të shoh identitetin e një prej vajzave, sepse donte të ishte i bindur që ajo të ishte nën 18 vjeç. Pra kjo, mendoj, apo jo, tregon shumë. Po, shkon perversitet. Jo, tregon shumë përsa i përket përfshirjes së Shqipërisë në këtë histori. Në këtë histori nuk përjashtohet asnjë vend i botës.
Pra, nëse ne do të thoshim Shqipëria është një nga... Po deri në çmas në Shqipëri. Nuk- Dhe unë pse ishte kaq e lehtë nëse është mirëfillje përfshirë Shqipëria, pse ishte kaq e lehtë të rekrutoheshin vajza 9-18 Vajza vjeç? tash, Kush i ndihmonte procesin Nuk e trafiku është ndër të tjera. Nuk është një pjesë kjo, sepse Apo vetë krimi organizuar ofron në trafikun e qenieve njerëzore, sidomos në Shqipërinë atyre viteve, në veçanërisht atyre Ka qenë viteve kulmi i aktivitetit, po. që ishte edhe një vazhdimsi e një Shqipërie ekonomikisht shumë të lodhur. Ka një statistik mbi 30.000 Dhe ishte momenti vajza historik shqiptare që në shkonin në gjithë Europën. Kështu që nuk është se kjo e përjashton atë që është organizimi. Ajo që bën përshtypje me dosjen e Epstein, mos më bën përshtypje në kuptimin e se si lëvizin elitat në atë që është mbajtja e pushtetit. Pushteti mbahet përmes shantazhit. Shantazhi më i madh që bëhet është të dish të fshehta të errta, të kujdoj që ka pushtet. Dhe Epsteini ishte i trajnuar në mënyrë perfekte për të arritur këtë. Pronar sekretet? Dhe kur shkonin në në ishullin e tij, të paktën nga disa të tjera fajle, rezulton që ai ishte një mënyrë për t'i joshur këta njerëz kaq të fuqishëm, kryesisht botën e biznesit, targetonte se ajo botë e biznesit pastaj çonte dhe financonte botën politike. Se Amerika funksionon mbi lëvimet politike, në të cilën duke i ofruar këto vajzat sipas dëshirave të tyre, perversioneve absolute të tyre, bënte dhe dillet mbas. Dhe Epsteini figuron që në të gjithë këto individ, mbas i ofronte këto vajzat, dhe jo vetëm vajza, se ka dhe djem, se duhet ta përcaktoj dhe të anën tjetër të errët, bënte marrëveshje shumë fuqishme me ta dhe merrte koncesione në vende të ndryshme të botës, duke futur këtu ajo që ndoshta bëri dhe më përshtypje, ishte vende arabe, ku flitet edhe për princin e kurorës, që për mentalitetin e tyre këto lloj gjërash dakord ato bëjnë, por jo në këto lloj formash, të paktën janë shumë jo kaq publike dhe jo kaq publike dhe kanë një lloj kodi ndryshe, le të themi. Është pak më e thellë duke u lidhur edhe me konceptin fetar të tyre, pak më ndryshe. Se kemi parë dhe aty lloj. Pikërisht. Kemi parë. Po e kanë fjalën në makro. Këtu flasim në nivel jashtë territorit të tyre. Flasim në një nivel ndërkombëtar ku ekspozimi është me personazhe shumë të fuqishëm gjithë botës. Epsteini është një figurë për mua e ndërtuar, e strukturuar, e financuar. Nga kush? Patjetër, e thanë dhe kolegët para. Shërbimet sekrete gjithmonë, nëse duan të arrijnë të kontrollojnë elitat, i kontrollojnë dhe për mua ato janë pushteti vërtet që qëndron mbas kujdo elite, përtej të kujt le të themi shteti janë, të cilët gjejnë pikat e dobta të secilit. Dhe shohim që në këtë botë të Epsteinit, pikat e dobta të kryesisht meshkuj, dhe po t'i vini re janë meshkuj, 90% janë meshkuj, në më them më shumë, seksi është ajo që para pushtet seks. Jo, kush e ka strukturuar, them. Kush e shërbimet sekrete, kush e strukturon? Funksionon në këtë është bota e të kujt vendi? Është bota e errët e kujt vendi, nuk apo të disa vendeve. Tani përderisa që përdorin forma të ndryshme për të kontrolluar dhe politikanët e tyre, dhe biznesmenët e tyre. Pra ishte një lloj pike katalizator, ose kjo vajza këtu në foto, në të gjitha këto fjet, që ai ishte epiqendra e gjithçkaje. Dhe ajo që ka bërë përshtypje... Po nëse në të gjitha vendet e botës, që nga e përfshirë elita, pushteti, pse Shqipëria mund të mos jetë e përfshirë... Shqipëria mund të jetë... Pse shkon aq larg ta kishin bërë popullora vendin. Edhe politikisht e kanë fjalën. Po politikisht nuk ishim ne në ato vite akoma të strukturuar. Unë mendoj që strukturimi i Shqipërisë në këtë lloj niveli ka ardhur pak më vonë. Në ato kohë, duam apo s'duam ne, mirë apo e keqe, po mirësi. Është një lloj pjese e një mburoje moralin, i shterp apo jo shterp, nuk ka rëndësi. Por e një, si thua, perceptimi morali që vjen, dhe nëse zbuloi, kishte një dramë. Sot nuk është më problem. Shqipëria e 2026-ës moralin e ka çuar në kosh të plerave. Atëherë Shqipëria e 2012-ës. Lidhur me një kontekst social. Mund më shpjegoni pak si mund të jenë lidhur vajzat, djemt, me një njerëz që jetonte kaq larg Shqipërisë. Nëpërmjet agjencive të modelingut, nëpërmjet mos harroni një gjë që rrjetet sociale nuk ishin kaq fuqishme sa që janë sot. Pra cilat mund të kenë qenë mënyrat e lidhjes nëpër hotele, nëpër casting. Ka një komunitet shqiptar të vjetër, ai jo vetëm në Amerikë, por në New York. Po? Ai ka jetuar në New York, është newyorkez, automatikisht është pjesë e asaj shoqërie që bën aty. Unë nuk mendoj që elementi ose diskutimi duhet të jetë kjo përfshirja, sa e përfshirë Shqipëria, domethënë. Po ta shikojmë të gjitha rrugët e botës,
kur thonë gjitha rrugët e shtëpisë në Romë është ajo shpreha vjetër, po rasti konkret, si gjitha rrugët e këtyre, le themi politikanëve, dhe me shumë të drejtë duhet thënë që janë burra, është ajo bota e vjetër që kryqëzon rrugët e burrave që kanë pushtetin, ndajnë pushtetin, dhe siç ndajnë pushtetin, pa diskutim ndajnë edhe historitë e tyre seksuale, se nuk është i vetme. Edhe para ti ka qenë ish drejtori i Bankës Botërore që u akuzua për përdhunim në hotele dhe e la detyrën, dhe para ti kanë qenë shumë burra me namuz, në thonjë sa për them të gjë që... Historia e njerëzimit e ka qenë në ndoshta asnjë prej tyre nuk ka qenë në këto nivele perversiteti, ose në këto nivele përhapjeje në gjithë botën, në këtë kuptim. Kjo gjë që është fundi i një bote dhe kemi ose më saktë rishikimin e një bote, ose rikthimin e një, ose ndërtimin e një bote tjetër, më thënë, thash, flasim... Më të moderuar ndoshta, ose... Shpresoj, në shpresa ime kjo është që nisë nga këto skandale, nga këto qasje, ose perfeksionuar metodat, mënyrën se si burrat kryejnë këto harremet e tyre, jo vetëm kombëtare, po dhe ndërkombëtare, dhe pasaj që thash ndaj pushtetit, ndaj parat, ndaj Altin, po me gjitha të si mendon të janë lidhur vajzat? Shpresojmë që le themi të ketë një botë që është pak më e drejtë, pak më e barabartë, jo se ndajnë seksin, sa është diçka personale. Nuk e dim nëse këto vajzat, më falë, mund të më shpjegoni nëse e keni informacion. Këto mund të janë shqiptare, por mos harrojmë që emigracioni ka filluar që vitin 90. A mund të ne nuk e di pikërisht, ajo thot Paris, ne nuk e dim që kjo vajza ajo që kishte kërkuar punë po. Njëra nga, po dhe të tjerat kanë përshtypjen që janë gjendur në ato territore atje, nuk mendoj që ti kenë marrë që nuk e besoni këtë. Jo, nuk mendoj, janë të eksportuar atje që kanë shkuar atje për një jetë më të mirë, ndoshta me llotarira, ndoshta me familje, nuk ka rëndësi. Atje pastaj përmes kontakti. Ose mund të jenë trafikuar. Pse përjashtoni këtë mundësi? Patjetër, e tham në fillim. Mund të jenë dhe të trafikuara nga organizatat kriminale. Ajo që lidhet me mafjen e betonit, unë me atë mund të bëj një lidhje, që ju e cituat fillim, mafja e betonit shqiptare që këtija përmend Epshit, mund të jetë një kanal, mund të jetë, kjo është një hipotezë logjike, deduksion, i cili bën që të ketë trafikuar dhe femrat, se lidhet me femrat ndërkohë nëse shohim kronologjinë e emaileve, me femra shqiptare të trafikuara pikërisht në organizata kriminale mafioze shqiptare. Pra, këtë duat kuptoj Altin, në Shqipërinë e viteve 2012. Më herët ka filluar. Po mirë, po ndalem këtu unë, po shkojmë edhe më herët po të doni ju. Si funksiononte trafikimi i qenieve njerëzore? Shko, trafikimi i qenieve njerëzore ke që nga fillimi i vitit, ke që nga 98-99 që fillohet të raportohet paktën. Ka ndodhë me herët, po atërë u evidentua. 92-shin, se Italia raporton që 92-shin me... Por të paktën, kur vim mëra për trafikimin e fëmijëve, me në të ndajmë dhe kjo, shikojmë që mbas 98-ës... Se fëmijë quhet një minoren, kështu që... Pa diskutim, një gjë person në moshën 18 vjeç është fëmijë. Dhe ai donte të siguroj që të ishin 9-18 vjeç. Sepse ai është pedofil, mos harrojmë. Teksa qëndronte me ato vajzat shqiptare. Si pedofil, ai nuk ka diferencë fare midis sekseve të fëmijëve, është djem apo është vajzë. Edhe shumë mirë ta themi që shumica kanë qenë vajza pa diskutim, por nuk kanë qenë vetëm vajza. E dyta, mos harrojmë që Epstein kishte një rrjet të jashtëzakonshëm njerëzish, të cilët ushqenin, unë s'do të them as perversitet, se më duket fyri të thuash perversitet, ushqenin kriminalitetin e një zotërie që e mbronte pa diskutim ajo mburoja e parave, e pushtetit dhe i njerëzve që normalisht i kishte rreth e qartë. Epsteini pastaj va afron të tjerëve. Po sigurisht, se po të shikoj, dhe va jep të vipa. Po, prandaj kishte nevojë për rjetin ai se i abuzonte dhe pastaj sigurisht i shpërndante, i ndante trofete krijuar gjatë jetës së tij seksuale të smur, domethënë, dhe pastaj i ndante sigurisht me gjithë ata që ishin pedofil, me gjithë ata që kërkonin të abuzonin seksualisht me fëmijë. Po, historia e Shqipërisë, më thënë, nuk do na surprizoj që del, qoftë edhe rastësisht, nuk po them me figura politike e tjere, do ishte mirë, do ishte interesante. Thoni ju. Jo, nuk duhet. Shiko, numri. Si është gjëndur Shqipëria në mesin e kësaj bote? Të të thot diçka Altini, pasaj mund të diskutojmë. Ka vetëm një gjë. Numri i fëmijëve që kanë kaluar, që janë trafikuar nga Shqipëria, numri i vajzave dhe grave që janë trafikuar nga Shqipëria, është me qindra mijë. Nuk është 1, 2, 3, 1.000.
bëhet fjalë për qindra, mijëra veta, fëmijë që dhe sot e kësaj dite nuk dihet se ku janë. Dhe sot ka akoma fëmijë që trafikohen, pavarësisht se mënyra se si konsiderohen shteti shqiptar të trafikuar ose jo. Kemi qindra gra dhe vajza që sot s'ka nevojë fare me të raportojnë të trafikuara, sepse shkojnë me këmbë të veta duke menduar që ka një jetë më të mirë, një të ardhmë më të mirë, si shkon zonja në fjalë që aplikon për asistent personale të një pedofili ju të besoni që ajo nuk shpallur. e ka ditur? Po ka qenë dënuar përpara për pedofili, nuk u dënua në 2019 kur vrau veten. E kuptoj, po. Ajo vajza, me sa... A i dije që ishte pedofil prekosh? Me sa info, marrun, është nga Elbasani. Është nga Elbasani? Po. Rajoni Elbasanit është një ndër rajonet që është të prekur më shumë nga trafikimi i femrave, që nga viti 1992-93. Kanë fillu ato rrugët e para, Vlora, Berati, Elbasani, Librazhdi, Thiri, Lushnja, Tirana, pa diskutime dhe edhe nga zonat e veriut. Ka patur statistikat vazhdueshme për numrin brenda vitit që raportoheshin nëpërmjet Interpolit, nëpërmjet shërbimeve partnere. Dhe thash një shifrë unë që 20.000, 25.000, 30.000 ka pasur dhe brenda vitit, po tani jemi 35 vjetë nga lindja e fenomenit, 34 vite. Ka një problem që duhet që t'i bëjmë analizë. Janë sofistikuar metodat. Pa tjetër. Sofistikuar metodat, por kemi gjatë. Dikur, femrat shqiptare shkonin për shërbim në perëndim. Tani, grupet e strukturuar kriminale që merren me trafikun e femrave, qojnë eskorta VIP në Amerikë, në Francë, gjithkun, po marrin dhe nga vendet tjera dhe i sillin në Shqipëri, sepse në Shqipëri sot a trompetojnë me të madhe ne që kemi pas 12 milion turistë. A duan shërbim këta? Okej, tash se ishin këta turistët. Jo, më kuptoni drejt, sepse grupet kriminale në çdo kohë kanë punë. Dikur eksportonin mishin e bardhë, sot e importojnë mishin e bardhë për t'ju shërbyer. Tani ku bashkohen tekat ose pasioni e Epsteinit me femrat shqiptare, apo me femrat ruse, sepse po e keni pa përmenden edhe femrat ruse, moldave. Te klientela, si që kërkojnë. Pra, një politikan i lartë, i Bashkimit Evropian, thoshte që femrat më të bukura janë në Shqipëri. Pra, e qonte mesazhin. Ai nuk ka ardhur këtu për të fabrikën e betonit, ka për fabrikën e mishit bardh, bëhet fjala. Dhe pastaj bashkë me këtë ka parë edhe këto vendet e bukura që mund t'i bëshin baqe, ishull të vetin, pra që ishte ajo për qytetin e Kotorit, mirë që s'kanë pas Sazanin se do na kishin marrë që në atë kohë. Aty thuaj që duhet jeti mafjas shqiptare që të bëjë gjitha të ndërtim. Po, shiko. Identifikoj. Këtu përdora një humor, por e përdora si të vërtet, sepse pasionet e Epsteinit dhe pasionet e politikanëve të cilëve u afronta Epsteini femrat të eskorta VIP, aty bashkohen. Zoti avokata tha që jo vetëm femra, sepse ato ishin pasionant për gjithë shka. Në këtë këndvështrim, kjo do një analizë shumë tolësishme, do një informacion. Megjithatë, unë jam i bindur që shërbimet sekrete amerikane e kanë selektuar materialin. E kanë thënë, e kanë deklaruar ato, e kanë thënë, është censuruar në shumë pjesë dhe nuk është shqipit. Sepse atje ka, dhe ma është implikuar gjithë bota. Dhe mund t'jetë e rrezikshme. Personalitetet, dhe mund t'jetë e rrezikshme. Ajo e rrezikshme. Ato nuk po i ndan njërisë. Ajo e rrezikshme, vetëm e rrezikshme së është ma. Pse? Ka qenë që ka qenë, për gjithësma kanë vdekur. Gjithësma janë pensionista, e kupton? Nuk janë ma aktivë në politikë. Tani gjithësma do mundohen që të dalin e për media dhe të thonë këtë variantin që nuk kam pasun lidhje drejt për drejt, po kanë qenë lidhje indirekte me të treta, rasishme, sepse do kemi nga këta. Ne për disa do të besojmë pa tjetër, po do manë, tani diskutojmë që disa politikanë në Balkan, që e dim ne dhe i kemi përgojuar në për studio,
për shumë probleme, këtë trafiku i cigareve, këtë tjetër dhe këtë tjetër, edhe ngel kanë të pastra ata në fushën e të jetuarit. Në fushën e të jetuarit. Absolutisht jo. E të jetuarit e pata... E kuptoj. Vëndi jonë është aq i vogël sa këtu pak a shumë merren vesh. Se cili nga ne, nëse do t'ulej në një diskutim miqësor, do të bënte emra në për tavolina dhe vendodhje ku prezumohet ka ndodhur gjëra. Nuk është në një çudi e madhe, se fundit janë qenie njerëzore, është një nga instiktet bazë njeriut, do ta themi. Dhe seksi duke qenë i tillë, pikërisht instinktiv, është i rrezikshëm në nivele politike. Ka një shprehje, do ta them në formën e siciliane, është një libër në fakt, një nga njerëzit më të fuqishëm që ka qenë të një kompanie pa i bërë emrin, që thotë ku mana u meli që fot. Nuk bëhe përkthej, po kush e kuptoj e kuptoj. Dhe e shkruar, dhe nëse lexohet brenda, e shkruar thuhet që pikërisht maja apoteoza e pushtetit kanalizohet përmes energjisë seksuale. Dhe këta këtë e përdorin si një çfryrje totale të gjithë ngarkesave që kishin. Dhe si miqësia. Pastaj është formë edhe për t'u lidhur, sa ato lidheshin dhe me kishin njëri trofet e tjetrin. tyre. Në përbashkët e gjithë botës, më sa duket, ose Ajo ka qenë është e do vjetë. liderëve të gjithë botës që ka kjo. Ka qenë festat e tu bëhet Dionisit, fjalë se po e them, për të minoren, ta them pak. tu bëhet fjalë për abuzim të ta them, me minoren. Ne sot e kemi, jo, por nuk është vetëm problemi. Do me thonë të gjithë që kanë pedofil, se mirë ky që i rekrutonte, po ja dërgonte dhe... Nuk është vetëm këtu, sepse, pse nuk është vetëm këtu? Në një nga dëshmitaret para një viti, ndoshta 6 muaj, diçka e tillë, një nga dëshmitaret kryesore të Epstein, një vajzë sot duhet ishte 40 vjeç, që ka qenë dëshmitare kyçe, ajo... Se duhet ishte, nuk është më? Vrau veten. Para diku të 8 muaj vrau veten, ja harrova emrin tash, dhe para se të dilin të falet e reja, ajo vrau veten. Kush e provoi që vrau veten? Tani kështu dhe raportua dhe unë jam dakord me atë që ti po mendon dhe po e mendoj dhe unë. Jemi dakord për të njëjtën gjë. Dinte shumë, kur di shumë, Shërbimet për të fshehur shumë gjëra, bën shumë gjëra. jo, dhe kjo vajza, se duhet të lidh këtë pjesa minore në vetë, nuk përveç kësaj historie, këtij kapitulli, tregonte dhe vuajtjet e tjera që ato përjetonin. Që ishin vajzat e një moshe 20, 21, 22, ku mendimi, dëshira dhe vullneti i tyre ishte totalisht i kushtëzuar dhe i nënshtruar. Sepse kjo është një gjë tjetër për te thjesht pedofilisë. Se pedofilia është një gjë shumë më e rëndë. Por dhe kjo tjetra nuk është më pak e rëndë. Se flasim gjithmonë për vajza që në lloj-mënyrë shkatrohet jeta. Pavarësisht benefiteve që disa marrin, rasti tregon që kjo 40 vjeç vrau veten. Por nëse do ta lidhim me një cikël historik, thjesht edhe për kulturë përgjithshme ndoshta, festat e Dionisit, perëndis Dionis ose Bako, ishin të kësaj natyre. Njeriu ripërsërit vetveten. Po të lexosh letërsinë franceze të shekullit 17-18, Emile Zola apo Balzacu i kanë ngritur në apoteozë se si funksiononte pushteti përmes salloneve të seksit. Iluzionet e humbura. Iluzionet e humbura. Zola është edhe më lart me Nana dhe disa të tjera, që është akoma më lart. Kjo ripërsëritet në kjo ripërsëritet edhe gjatë kohës së luftës së dytë botërore, ku elita gjermane kishte disa rituale të veta pikërisht duke shfrytzuar këtë pushteti. Sekti, dhe pastaj kthehemi në këtë që nuk bën përshtypje. Pra nëse marrim në etapa të ndryshme historike, papati me borxhat. Të gjitha etapat e njohin fenomenin. Por forca e karakterit qëndron pikërisht tek tundimi. Nëse a është një nga mëkatet që do të thoshte Dante Alighieri, bazë e njeriut epshi? Nuk doja t'i kundërvijem avokatit, por mos harrojmë diçka. Edhe ata që përdorin perqen, edhe ata që heqin flokët, pasionin e kanë një lloj. Patjetër është instinkt njerëzor. Forma dhe metoda që zgjedhin, është njerëzore. Dhe ndahet nga e botës shtazore. Këtu jemi të gjithë këto, sipas mendimit tim, të gjithë këto zyrtarë të lartë të shtetit, presidenta, kryeministra, ish presidenta, ish kryeministra, princer e princeresha, e po çfarë nuk janë, e biznesmenëm tha tash. Nuk kanë asnjë, nuk justifikohen që të bien pre e një manjaku për të abuzuar edhe me femrat të moshave 9-18 vjeç,
por edhe me fëmijë. Është pushteti që i çon, është pushteti që i çon, është interesi, është paraja, përveç epshit edhe seksit edhe orgjive. Është mania për të provuar gjithçka, se pasi pasurohen, pasi hipin në karrike, edhe pastaj janë edhe joshjet, sepse këto janë është modeli. Bësh pedofil pa qenë pedofil. Shiko, se është tjetër gjë, mund të duash të provosh këtë atë, po nëse pedofilia është akoma pedofilia është mirë, unë do t'u tregoj diçka. Shumë e rëndë. Dakor. S'është njerëzore. E dini që një nga normat e ruajtjes të paraburgosurve fëmijë që janë në mosha të reja, një nga problemet që kanë sot gjithë bota ka t'i ruajnë këto fëmijë nga fenomenet e Tjetër. E pedofilis. Patjetër. Është një nga problemet më të mëdha që kanë sistemet terciare të Mësë normale, sepse aty e dyta, deformohet e por ka një problem, edukimi seksual. por du ta pranojmë. Fenomeni e pështenj të krijonte kushtet, të çonte tek ishullit, hipte në avionin privat, luksoz, dhe atje ishe apo sishe do bëhesh. Më kupto, të vijen në kushte. Po është një fenomeni e Epsteinit sepse përrek elitën politike, por kemi nga ana tjetër fenomenin e Pavdedi, që është pjesë tjetër, po e kësaj loje, sepse ai është një nga protagonistët që ka qenë dhe pafajësia, i cili ka përdorur të njëjtën metodë për të arritur pushtetin në një botë tjetër me të njëjtën akuzë. Janë fenomene tashmë që nuk i Zoti ndalë Çollaku, dot. ky fenomen do mund të ndalet në është e vështirë të analizohet, sepse është shumë e Kjo turpshme. është njerëzore dhe është Po ti që Ja, është ta turpin, mbaroj pak. kërë shumë ndjes, analizohet Me fenomeni. ftohtësitë e analizon. I që turpin, se s'ka nevojë të kemi turpin, jemi Nuk profesionist. bëhet fjalë për turpin, mi keq avokat. Dhe Problemi që ndron që analizohet- është kaq e ndërlikuar. Jam dakord, sepse ajo, po. janë implikuar të gjitha shtresat e shoqërisë njerëzore, duke filluar nga pushtetarët e niveleve të ndryshme, tek biznesmenët, tek fëmijët, tek femrat, tek Ata moshat. s'kan bërë asgjë më ndryshe se Ore, një ç'ndodhte pjesë- në Romën e Lash. Një pjesë i kanë E implikuar në shumë qytetërime të tjera. Një pjesë i kanë implikuar grupet kriminale. A jemi ne sot më të ndërgjegjshëm dhe themi, shiko, se unë nuk dua të hy të jem pjesë e një shoqërie ku unë miksoj seks, drogën edhe... zoti... Kjo është zgjedhja që bëjmë ne sot, po ne sot jemi të mënyra se si të rekrutojnë, ti nuk je po bëhesh, ai përfaqëson, pra them që përfaqëson metodat e... Unë flas për pjesën e pafajësisë, se njerëzve që është imponuar, ose për kushte, për detyrim, por ne kemi dëshmitë e më fal për shprehjen, të femrave të seksit, të cilat janë detyruar të prostituojnë. Shiko, unë kam marrë pjesë si ish drejtues policie, me psikolog, me avokat, kemi pyetur femra shqiptare të detyruara, të shituara. Ta themi vajza dhe gra, se femra i Ka fokusohen një dhe konotacion pjesa seksuale. Më ato janë gra me Po, okej, dignitet në tyre. në terminologjinë. Po. Të kërkojnë ndjesë, më thëmë, po. Tjemi... Përdora fjallën vajza, dhe man e pata fjallën sepse zakonisht kjo praktik zbatoj tek viktimat kryesisht moshave të reja, edhe kemi asistuar, edhe kemi dëgjuar dëman anën më të njerëzore dhe të merë. Dhe llogaritet se ku shkon psikologjia e një vajze të moshës 16 vjeçë, ose edhe pastaj se si është përdorur, si mashtroheshin, se do të fejohemi bashkë, do të martohemi bashkë. Ku shkotën në Itali, ishte viktime tregut. Prandaj dhe them se fenomeni e Epstein kemi nga gjitha llojet. Është sofistikuar metoda kohët e fundit? Sigurisht që po. E këtij fenomeni? E rekrutimeve? Nuk është një përballje mes vesit dhe vërtetit, natyrisht. Kjo është histori ku krimi dhe pushteti kanë konverguar në interesa të përbashkëta, njëkohësisht në përdorim të pushtetit duke e ndarë atë dhe duke e prodhuar bashkërisht. Natyrisht që unë prapë besoj që përqindja e individëve shqiptar ose shqiptarës, le të themi, se mund të jetë Kosovë, Shqipëria apo rajonet, është e papërfillshme në raport me bërthamën e gjithë të ishulli. Aty është një ishull të dhënësh. Natyrisht shërbimet politika, pra maja e pushtetit që është Washingtoni, ka në duar frenet e kësaj historie, edhe regjia besoj e shpërndarjes së informacionit do të jetë e kontrolluar dhe kronometruar në atë mënyrë sa nismëtarët, edhe presioni publik amerikan ka qenë i vazhdueshëm që publikimet të jenë prezente. Por ajo çfarë
ne shohim, duhet jemi të vëmendshëm që këtu qendra Epstein në Shqipëri janë të shumta dhe këto kanë kosto mbi jetën shqiptare, që është ato politike, publike, ekonomike. Janë të shumta dhe kur lexoj dhe dëgjoj që këta ndërkombëtarët, le të themi, ta nuk që vinë këtej dhe mendojnë që do i bëjnë mirë Shqipërisë, po që zdisin në për këta oaze erotike dhe zdarhallen ndaj dhe mendojnë se janë babollarët e këtyre raporteve që ne sot jemi në këtë gjendje, të duhen marrë me thupër, duhen për zona tjepra. Dhe pikërisht tu ka qelisa, ka vatra të këtyre prodhimeve, që janë për vendin tonë shumë herë më të dëmshme, por edhe ajo që nesër rikthej gjykata kushtetuese me një vendimare për Ballukun në orën 11 është sërish prapë edhe ky. Pra ky është lajm më i mirë se ajo që presim atje, sepse shpresojmë që të ketë pak drejtësi më tepër. Por këtu, nëse të dhënat e reja do të vinë për emra me pushtet në Shqipëri, atëherë rezistenca e tyre deri tanishme se nuk kanë dëgjuar me dosjet që janë atje, ata mendojnë se erzi i tyre publik do ndikoj pak më tepër. Po prap nuk do të rëndisi sa ajo e Akshit. Edhe nëse... Po dhe aty ka vite sa të duesh. Trumpi se do vinë Greqi. Edhe aty, po do vinë Greqi. Do vi shpejt Greqi i ka të rënditur. Në 30 sekonda, ka statistika aktualisht që vërtetojnë rekrutimin e vajzave shqiptare në këtë fushë? Jo vetëm vajzave, edhe djemve. Edhe djemve, po. Pa diskutim. Çfarë thonë statistikat e viteve të fundit? Shiko, bëhet fjalë për jetët organizuara, ose më saktë të vetë organizuara. Kjo është... Të vetë organizuara. Të, le themi, vajzave, adoleshente dhe të moshusore, plus 18, që tashmë shërbimet nuk i ofrojnë më, le themi, si që i ofrojnë për Epsteinin live, le themi, por i kanë kaluar gjitha online. Po mirë, këtë se ndalon do të shteti? OnlyFans Se ndalon do të fara atë? OnlyFans të më. Si ka mund, pse nuk e ndalon do të shteti këtë? Online? Sepse duhet kesh mjete, teknologji, të vërtetosh, të ndjekësh, të bëjëtime. Dhe më Akshi duhet punoj me vërtet dhe të mos ketë skandalit e veta pas për të arritur do duhet që dilat e toj edhe përpos krimit ekonomik, dhe më thënë, që aty e humbi lojën, më thëmë, po që do duhet të etoj tani edhe krimet seksuale. Kjo që ju Sabo thatë, meriton një emision tjetër më vete. Qo, e di, unë desha thosha një gjë. E po e fundit, se nuk kam më Jo, e di, po që të bëmë shtypjen e gjithë të gjërë, se si qindra, gra, vajza dhe fëmijë, dhe më thënë, trajtojnë se kur janë trofe të një grupit të caktuar, të një elite të caktuar. Për mua kjo është pjesa më e idhur, dhe më thënë. Dhe këtu flasim për shoqëri zhvilluara, shoqëri që e kam barazin i qendër të tyre. Me ndërkohë shikojmë kjo nxjerr në pa hipokrizinë e shoqërisë dhe moralin shterp. Pra morali ka rënë dhe shoqëria është kthyer në një stil primitiv. Çfarë tamiku? Kishte bërë një hulumtim të disa emrave të përmendur që janë të përfshirë në dosje. Gjithë kishin një unaz, një pjesë e konsiderueshme të një unaz të kuqe, duke si një lloj rrjeti networku që kishin të gjithë një unaz të kuqe për të dalluar. Kuqe gjaku, për të dalluar, për të identifikuar. Kishte bërë një krahasim të emrave të përmendur. E pashëm që po kujdeseshin të merrnit informacionet e fundit për këtë çështje. Po, është epokë digjitale. Po është pjesë e rrjetit kishin shenjat dalluese. Unaza. Telefona, unaza. Kishin aeroplane, lira, s'kishin nevojë kompleta. Jo, identifikim si rrjet, jo thjesht si pasuri. Po, kuptoj, shikon njëri tjetrin kështu, pedofile edhe kë. Të merr. Se ku do dëgjosh ka ishullin tjetër nga ato që gjëzdisen. Faleminderit shumë që ishit me mua në program. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Shihemi sërish nesër në orën 21 në Studio 24. Natën e mirë.